Allah ta zoft al burroj mot, Allah ta zoft al bur. Gruaja me namaz, e me mbules, ai s'falet, bëllra. E tani po thua s'kem bereqet. Bereqetin Allah e qënë kur vetan kënaqësinë e Zotit. Kur që pasunisht ka dhënë Zoti shfrytëzon halal. Madje një pjesë të saj gjithmonë kujtohesh dhe mundohesh, ja udhallet e tjerëve. Bereqeti nuk është vetëm të shtu parët. Bereqeti në familje është në pas razillok mes veti. Dashuri dhe respekt familja. Bereqet është sa do pak që ki, por je falenderues ndaj Zotit. Nuk ja shtrojnë dorën njerëzve. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai i cili gdhihet në sabah qohet në sabah, është i shëndosh në trupin e vet. Ka më hangar për çat ditë, ka më për çat ditë. Jo din kiamet, për çat ditë. Është i sigurt në pragin e vet. Ai është sikur se ai ka të mira si me dhënë Allah dynja dhe çka ka te. E kam një pyetje për hoxhën se çka do të më bëj për me pas bereket në shtëpi, sepse unë punoj me burrin, unë fal apo burri nuk falet, jam e mbulume, po subhanallah nuk po kem bereqet. Po du me ditë se a ka ndonjë arsye, ç'a do të më bëj për më shtu bereqeti. Në rregull, do të marrësh përgjigje nga hoxha, Zoti ju ruajt. Faleminderit. Assalamu alaikum, Allahu ju ruaj. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakat. Allah të rujt e burrin ta udhëzoft. Allah ta zoft al burroj mot, Allah ta zoft al bur. Gruaja me namaz, e me mbules, ai s'falet, bëllra. E tani po thua s'kem bereqet. Po bereqeti i motër është në dorë të Zotit. Bereqetin Allah e qënë kur vetan kënaqësinë e Zotit, razinë e Zotit. Kur i kënaqë me të shta ka dhënë Zoti. Kur që pasunisht ka dhënë Zoti shfrytëzon halal. Madje një pjesë të saj gjithmonë kujtohesh dhe mundohesh, ja udhallet e tjerëve. Bereqeti në rrezik vjen kur robi i mbështetet Zotit, në herë në rrugë Zotit vet. Pastaj mbështetet Zotit në kërkim të rrezikut. I mbështetet Allahut dhe merr sebepet. E ku t'jap Zoti rrezikun pak apo shumë, është me një jas falenderues. Falenderues. E pastaj e shfrytëzon hajër. Qatë rrezik. Por është një element tjetër, apo një çështje tjetër. Njeriu ka njëherë, i duket se nuk ka bereqet. Ashtu e percepton ai. Duke menduar se bereqeti është vetëm i shtu parët. Bereqeti nuk është vetëm të shtu parët. Bereqeti në familje është në pas razillok mes veti. Dashuri dhe respekt familja. Bereqet është sa do pak që ki, por je falenderues ndaj Zotit. Nuk ja shtrojnë dorën njerëzve. Nuk e ndonjë smundje, ndonjë bela ku detyrohesh me dalë me ly parë. E vlad e ki të shëndosh, ki në rrugë të Zotit. Po ke bereqeti më e madh. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Men asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi. له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحوافيرها. Ai cili gdhihet në sabah qohet në sabah. Është i shëndosh në trupin e vet. Ka më hangar për qatë ditë, ka më për qatë ditë. Jo din kiamet, për qatë ditë. Është i sigurt në pragin e vet. Ai është sikur se ai ka të mira si me dhënë Allah dynja dhe çka ka te. Sigurin në vlad, vetë,
E sigur në pragën e derës. S'ki bela. S'ki bela, e kërkan. E shnosh, për shkën spital këqyri njerëzit. Si me dalë në pazar, në ditën e javës kërkan këtë nërmat, të ashtë të zi që pazar ka s'ka, mu që të meni a thu krej dy njajën ka arë që të pazar, se ka me të kush në shpe. Apo? Për shkën spital, thë ku njeri që nësh nuk pas ka kon, krejt smut ku kanë. Ama të nuk je për tyne. Pra, ishë ndosh në trup. Pragën e derën sigurt. Për atë ditë kemë me hamër. Fëmija unë, një pjellorin tonë, fëmija në për desin une. Rap të shpis, nuk po bin me fjetë me thanë s'pona më rëgjumi, se të ditë që muni. S'pona me flajt. Jo, këj bereqeti me ma. Nuk është bereqeti në shumë pare. Ja, mësma. Asë njëherë. Allahu i rujtë, të dhe zoftë atë burri më tërë.